Toka, një planet blu me më shumë se 1 milion lloje krijesash që jetojnë rreth e rrotull saj. Toka, gjithsesi tani më shumë se 2500 lloje specish janë në rrezik zhdukeje, qenie të rëndësishme të njerëzimit. Ne duhet të veprojmë në mënyrë të menjëhershme. Tani, për hir të të gjitha qenieve të gjalla, përfshirë edhe veten tonë. Tani që është edhe Lori punët e kafeneja Mjau Mjau do të më lehtësohen. Luleshtrydhe është një alien. Është një alien. Ja tek qenke. Isha kuriozitar të dija se kush po më vinte shkopinte krotat e mia dhe kurioziteti im u pagua. Po të rëfej se më pëlqen. Veprimi prej Luani. Mua më puthi një I panjohur. Përse më ndodhin të gjitha mua? Ka ndonjë gjë që nuk shkon të shoh të menduar? Edhe në fytyrë je skuqur shumë gjithashtu. Mos ke vallë temperaturë? Përse nuk përgjigjesh? Kisha lënë mendime. Ja mirë, mos u shqetësoni. Shikoni vajza, është Marku. Shkemi Mark. Nuk dua që ti flas. Mirëmëngjes, vajza. Si po ja kalon, Mark? Sa mirë që po të shohim, si e? Luleshtrydhe, ku po shkon? Çfarë I ka ndodhur? Sot është e çuditshme. Unë me të vërtet nuk e kuptoj. Nuk e bëj dot. Nuk kam guxim ta shoh në fytyrë. Përsëri ai. Po, edhe mua më ndodh ndonjëherë. Zakonisht nuk shiheshim kur. Ndërsa sot që unë nuk dua që ti flasë ta shoh, e shoh vazhdimisht. Forca, nuk dua të humbas fillimin e ushtrimeve. Më prit, jam mbrapa. Mos, jo. Edhe unë doja të shkoja në palestër, përse duhet më ndodhi mua diçka e tillë? Nuk është e drejtë. Luleshtrydhe. Jo. Diçka më thot se sot nuk qen ka dita jote. A mund ta di se çfarë të ka ndodhur? Mark, sikur ta dije. Të lutem mos më shiko ashtu, më bën të ndihem akoma më keq. Jo, çfarë po thua, jam në një formë të shkëlqyer. Më mirë kështu. Luleshtrydhe, doja të jepja këtë.
Nesër do të organizohet një festë e veçantë në Parkun Luna për të njohur pak më mirë edhe kafshët. Do të jetë interesante. A mund të shkojmë bashkë? Mund të shkojmë bashkë? Ura! Më ftoj për të kaluar ditën me të, është fantastike! Ura! Faleminderit për puthjen. I e shumë i sjellshëm, Mark, por unë nuk mundem. Nesër kam për të bërë diçka shumë të rëndësishme dhe nuk mund ta lë pas dore. Më vjen vërtet keq. Më vjen keq. Gish, Po, i ke mbledhur të dhënat që të kërkova për ata që duan të prishin planet tona? jam duke punuar. Toksorët janë qenie të ulta të cilët kanë populluar mjerisht planetin. E di, dhe do të vazhdoj me kërkimet e mia. Gish, dua që të nxitosh. Duhet të eliminosh ato krijesa që rrezikojnë të transformojnë planetin tonë në një vend të vetmuar. Si është puna? Nuk mund të tregosh pak më tepër kujdes? Lule shtrydhe. Çfarë ka? Edhe më pyet, po shiko çfarë ke katranosur. Ke ndërmend të thyesh të gjitha pjatat që kemi? Ka të drejtë, Lori, duhet të tregosh më kujdesshme. Në fakt, këto pjata i theve ti. Unë thjesht po mbledh copat. Copat? Ashtu si që është bërë zemra ime, cop. Po çfarë ka sot kjo? Mos vallë ti din ndonjë gjë? Jo, por nëse sillet kështu duhet të ketë një arsye. Përse qanë, çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur diçka e tmerrshme, Marko më ftoi për të dalë, por mua më duhet ta refuzoja ftesën dhe i thash jo. Shumë mirë ke bërë. Me këtë pamje që ke sot kam frikë se do të vijë në rrezik reputacionin tënd. Po pra. Po çfarë po thoni kështu? Nuk është kjo arsyeja se pse nuk pranova që të dilja me Markun. Atëherë, cila është arsyeja e vërtet? Dikush që nuk e njeh afare më. Tani mjaft e lëm fare, nuk dua t'ju mërzis. Ti futemi punës, jepini. Duket që nga larg Shëmezi po pret të shkojë në atë takim. Kuptohet edhe nga fakti se nuk ka ngrënë ende një ëmbëlsirë të vetme. Mere, ja tek e ke, ta rregullova mashin. Më falni, por nëse nuk e punë për të bërë këtu në kafenen, përse nuk del për të kapur alienët? Ikim Lule shtrydhe, le të shkojmë. Atëhere u përmende? Nuk duhet të trajtosh ashtu në një moment të tillë një vajzë të brisht dhe të dobët. Je i keq dhe shumë i pasjellshëm atje. Unë ndihesha keq ndërsa ai e purdra sikur të mos kishte ndodhur asgjë. Po shko në drejtim të gabuar, Ke vënë diçka? Mos vallë bëhet fjalë për ndonjë monster? Më ndiq mua. Le të zbresim këtu. Vëmendje ju lutem, tani do të hapen dyer. Po tani mash, nga cila anë po më dërgon? Forca, nxito, ikim pak shpejt. Duhet të futemi këtu. Ej, pa prit një minutë. Ishte argëtuese apo jo? Po, ishte shumë argëtuese. E di mash, ky ishte vendi ku donte të më sillte Marku. Pasteje. Dhe unë ja refuzova ftesën. Mark, po ti këtu? Çfarë surprize, pas ke ndërruar mendje, sa mirë. Po, në fakt. Më bëhet qefi që ti je këtu. Po mirë, pra të shëndësika kjo, do përpiqem të mos mendoj për atë tipin që më puthi. Në rregull, shkojmë. Në rregull.
Jam shumë e shqetësuar për lule shtrydhen. Kush e di si është? Me gjitha ato lotë që derdhi pak më parë, dyshoj se do t'jetë në humor të mirë sot. Shiko, ai atje është vendi që kanë hapur për të njohur më nga afër edhe kafshët. Të lejojnë të luash edhe në një këlysh luani nëse do. Sa bukur, nuk jam më me këmbë në tokë. Ura, jam bashkë me Markun dhe paragëtohem shumë. Kemi shumë kohë për të luajtur me kafshët. Kështu që si thua, sikur më parë të bëjmë një shëtitje. Në rregull. Nga do që t'ja fillojmë? Nga i atje. Aha, a je e sigurt? Jo, ju drejtova shtëpisë për humbur, edhe unë kam frikë nga ato. Zgjedhje shkëlqyer, nuk ma merr të mendja se do të pëlqente shtëpia për humbur. Në fakt më tmerron. Po tani çfarë të bëj, nuk mund të tërhiqem. Nëse ti pëlqen ndonjë gjë tjetër, për shembull. Lule shtrydhe, shiko çfarë mrekullie. Kam kaq shumë frikë, por nuk duhet që të bie në sy para ti, do të mendoj se jam një frikacake. Më fal, nuk e bëra me qëllim. E po, nuk ka problem, gjithçka mirë? E po, shumë mirë, shumë mirë. Ky takim po kthehet në një makt të vërtet. Eja. Mark, ku je? Nuk po të shoh më. Do të bëhesh copa dhe do të hanë krijesat. Jo, nuk është e vërtet kjo. Jo. Ndim, nuk ndihe mirë. Tani po humbaz ndjenjat. Lule shtrydhe, a më dëgjon? Mu përgjigj, Lule shtrydhe. Mark, ti je? Më në fund. Po filloja të shqetësohesha së tepërmi. Je shumë i sjellshëm si gjithmonë. Jam e lumtur që jam pranë teje. Të më falësh. Po për çfarë? Eja. Dalim prej këtej. Po çfarë po ndodh? Kafshët duken vërtet shumë të shqetësuar. Ndjej diçka. Ka një alien këtu. Jo. Po si, del me një djalë tjetër ti? Nuk bëhen kështu këto gjëra, po të kujtoj se ti e voglushja ime. Është e rrezikshme të rrim këtu. Eja, të ikim prej këtej. Por unë... Ikim. Duhet të ndeshem me alienin, por si t'ja bëj që të ndahem nga Marku? Do të shtihem sikur po ndodh një incident. Lule shtrydhe! Lule shtrydhe, ku je? Më fal, por duhet të bëj detyrën time, Mark. Do doja shumë që të rria me ty, por nuk mundem. Kuku, ja ku takuam sërish, zemre ëmbël. Çfarë do? Më pëlqeu shumë puthja e djeshme, e di? Më pëlqeu aq shumë sa erdha posaçërisht për të kërkuar ty. Je e lumtur?
Ej, voglushe, përse e ka që tensionuar? E kuptova. Je emocionuar nga ideja për të më puthur sërisht, apo jo? Por mos ki frik, do të plotësoj dëshirën me njerë. As mos e qonë për mënd. Më qëndro larg! Dole huq, të mendoja më të ëmbël, por në fakt që nke shumë e egër. Mund ta di se kush je saktësisht? Ta thash dje pra, emri im është Gish. E kam parë një herë ato oktopod. Bëu gati, dua të vë në provë aftësitë tua. Sulmo me një herë, alien parazit! Çfarë? Këlyshi I Luanit u shndrua në një monster? Çfarë zgënjemi, shiko, po nuk u transformove, ti je njëjtë me të gjitha qeniet njerëzore të tjera, të mendoja ndryshe. Je një qenie e neveritshme. Po, është e vërtet, ëndrova mendje për ty, po më zemëron. Ja vlen të eliminoj me një herë. Nga vjen ai, kam shumë frikë. Mendova se kisha gjetur voglushen e duhur, por ti më zgënjeve tërësisht. Edhe nëse dua, unë nuk mund të lë të ikësh tani, kështu që do të ndëshkohesh. Zemra ime ëmbël është koha për të thënë lam të mirë. Ka që pata. Ndalo! Harku në veprim! Pa shiko, paske edhe shoqe. Është mjau Mina, mjau Lori. E shikon se çfarë të ndodh, shpresoj të kesh marrë një mësim. Çfarë po thua? Është e qartë, përdor çdo justifikim për të mos punuar. Pa dëgjoj pak se kush po na flet. Ti e cila ulesh gjithë ditën në tavolinë duke pirë atë çajin tënd. Pa prit pak vajza, nga e dini se isha këtu? Ne thjesht pam adresën e biletës që po shikoje me ngulm. Është e qartë. Dhe Raja na kërkoi të vinim për të parë se si ishe. Me të vërtet ua kërkoi ai? Shkojmë vajza, më mirë I zhvillojmë këto biseda më vonë. Duhet ta shndrojmë monstrën në një këlysh luani tani. Mirë, atëherë transformohu. Transformimi I mjau shtrydhes! Ti, nuk më kujtohet se si quhesh. Kish, Gish apo ku e di unë se kush je? Di vetëm se ke bërë një veprim të pafalshëm. Po për çfarë po flet? E lëm fare. Po na fshet diçka? Si guxon ti të prishësh një ditë argëtimi dhe të tmerrosh vizitorët e parkut Luna? Ëngjëjt mbrojtës dhe kujdestar tokës, gati! O zot, por edhe dy voglushet e tjera nuk që nga në dhe aq keq. Kujdes! Duke ja mbatur nuk do ta ndalojmë dot. Tani le të provojmë të ndahemi. Njërin ta lëm të ndjekin ndërsa të tjerat ta sulmojnë. Në rregull. 3, 2, 1. E dia, duhet të më zgjidhje mua për të më ndjekur. Mos ma luaj bishtin. Mjau shtrydhe, shiriti I Lorit. Rryma e ujit.
Lola mban. Po, e mposhtëm. Po, në rregull, e pranoj humbjen, por vetëm për sot. Kështu që do të shihemi sërish, voglushe. Mos e çonë për mend që të kthehesh. Me qëra fjala, a mund të na thuash se si shkoi takimi me Markun? Oh, e harrova fare. Pa shiko çfarë vajze, ikën pa na falenderuar fare. Duhet ta kuptosh, kur bëhet fjalë për Markun, ajo nuk di më se çfarë bën. Oh, është e kot, mbase ka ikur në shtëpi. Ku ndodhesh, lule shtrydhe? Ja tek jam. Prandaj je këtu për të më kërkuar? Përse e bëre fytyrën ashtu? A mund ta di se ku u fute për gjithë këtë kohë? Më fal. Unë isha çfarë? Çfarë ti them tani këti? Nuk mund t'i them të vërtetën. Ikim po të shoqëroj. Sa mirë. Tani ai është i zemëruar me mua. Vëbase nuk do të më flasi më me gojë. Më fal shumë, Mark. Ti nuk duhet të mërzitesh. Të zemërova shumë. U shqetësova, është e vërtet. Por do të kthehemi një herë tjetër, në rregull? Po. Por duhet të më premtosh që këtë jetutje nuk do zhdukesh më krejt papritur. A mund të më premtosh këtë gjë? Oh, Mark. Unë kam një sekret që nuk mund të ta them. Por ta dish që ndjenjat e mia për ty janë të vërteta, sepse unë të kam shumë gjanë.